Të jetë qartë. Zoti Gavazeni, në fakt treguat se si në Bosnjë diçka e tillë nuk ishte hetuar më parë. Mendoni se kjo vjen si pasojë e fragmentarizimit politik e mbi të gjitha ndikimit të botës serbe atje me Milorad Dodik dhe figura të tjera të diskutuara politike? A janë serbët të cilët kanë dashur t'ia fshehin këtë makrabitet të gjithë botës? Allora, io penso che Atëherë, unë mendoj se në Bosnjë janë këto tre etni të cilat bashkëjetojnë me njëra tjetrën dhe me shumë mundësi të rihapësh diskutimin në lidhje me atë që ka ndodhur gjatë luftës civile në Bosnjë, mund të sillte, të gjeneronte tensione dhe të rihapte plagë të cilat janë ende aty dhe mund të rrjedhin gjak. Mund vetëm që të kuptoj që prokuroria e Sarajevës nuk e justifikoj, por përpiqem ta kuptoj pse prokuroria e Sarajevës nuk e ka çmuar të volitshme që të shkonte përtej kallëzimit të Benxhamina Karić. Është e qartë që aty situata që ajo që ne dimë është se në zonat e kontrolluara nga serbët, bosnjakët, edhe në librat e historisë flitet për Mladić dhe Karadzić si për dy heronj. E dimë që ata në fakt janë dënuar nga gjykata e Hagës për masakrën e Srebrenicës, për atë që ka ndodhur pra gjatë luftës civile. Është e qartë që ato që bota tashmë njeh si gjenocid. Nuk që t'i bëjnë llogaritme me këtë gjë. Jam i sigurt se kjo gjë e snajperistave të fundjavës do të konsiderohet një legjendë metropolitane dhe ndoshta aty kemi akoma shumë rrugë për të bërë. Jeni gati ta çoni këtë betejë deri në fund? Nuk do të ndalin derisa e vërteta të dalë? Kjo është e sigurt, sepse tashmë prokuroria po heton shpresa që të çosh dikë përpara gjyqit, të gjesh fajtorët edhe t'i dërgosh përpara gjyqit. Kjo është shpresa që ne kemi. Elementet që unë i kam dorëzuar bashkë me personat që bashkëpunojnë me mua, që është avokati Nikola Brigida, ish magjistrati Guido Salvini, të cilët po më ndihmojnë për këtë operacion, ne jemi të bindur që elementët janë të qëndrueshëm, të fortë dhe me një hetim të kryer si duhet, ne mund të arrijmë të gjejmë edhe të izolojmë ndonjë emër edhe ndonjë fakt të saktë.